Një vit pas përmbysjes së regjimit të tij në Siri, thuhet se Bashar al-Assad e ka lënë politikën pas për gjithmonë dhe po përpiqet të rikthehet në cilësinë e tij origjinale si mjek, këtë herë nga mërgimi i tij në Rusi. Sipas The Guardian, duke cituar burime me njohuri për lëvizjet e familjes, ish presidenti sirian po ndjek kurse oftalmologjie në klasat e Moskës. Siç raportoi një mik i familjes Assad, i cili mban kontakt me ta, ish presidenti po mëson rusisht dhe po rifreskon njohuritë e tij në oftalmologji. Sipas të njëjtit burim, kjo është një fushë që e ka interesuar gjithmonë dhe ai nuk po merret përsëri me të për arsye jetese, pasi natyrisht që nuk ka nevojë për para. Kujtohet se para fillimit të luftës në Siri, Assad ushtronte periodikisht specialitetin e tij mjekësor në Damask, me disa që vlerësonin se elita e pasur ruse mund të ishte klientele e tij e ardhshme, një jetë luksoze, por edhe në izolim. Familja Assad thuhet se tani po jeton një jetë izoluar dhe të qetë luksoze, kryesisht në Moskë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Miqtë e familjes, burimet në Rusi dhe Siri, si dhe rrjedhjet e informacionit në media, përshkruajnë jetën e përditshme të familjes dikur të fuqishme që sundoi Sirin me grush të hekurt. Sipas dy burimeve që kanë njohuri për kushtet e tyre të jetesës, familja Assad ka të ngjarë të banojë në Rubliovka, një nga zonat më të shtrenjta dhe të ruajtura të Moskës, e njohur si një streh për elitën ruse. E njëjta zonë thuhet gjithashtu se është shtëpia e ish-presidentit të Ukrainës, Viktor Yanukovych, i cili iku nga Kievi në vitin 2014. Komfort ekonomik dhe udhëtim. Pavarësisht sanksioneve perëndimore të vendosura në vitin 2011, pas shtypjes së dhunshme të protestave në Siri, familja Assad nuk po përballet me probleme financiare. Pjesa më e madhe e pasurisë së saj u transferua në Moskë me kalimin e kohës, kur rregullatorët perëndimor nuk mund ta preknin. Megjithatë, rehatia financiare e Assadëve nuk shoqërohet më me ndikim. Sipas burimeve të Guardian, familja është shkëputur plotësisht nga rrjetet siriane dhe ruse, në të cilat ata lëviznin në të kaluarën. Largimi i papritur nga Siria thuhet se i la shumë nga ishalatet e ish-presidentit të pakënaqur, ndërsa manipuluesit e tij rus thuhet se po e ndalojnë atë të kontaktojë figurat larta në regjimin e mëparshëm. Është një jetë shumë e qetë, tha një mik i familjes. Ai ka pak ose as pak kontakt me botën e jashtme. Ai komunikon vetëm me disa njerëz që ishin në rrethin e tij të ngushtë, si Mansur Azam, ish-ministri i çështjeve presidenciale, dhe Yasser Ibrahimi, këshilltar ekonomik. Kremlini nuk është më indiferent ndaj Assadit. Një burim pranë Kremlinit tha se Assadi nuk konsiderohet më i rëndësishëm për Vladimir Putin dhe elitën politike ruse. Putin nuk ka shumë durim për udhëheqësit që humbasin pushtetin e tyre. Assadi nuk konsiderohet më një person me ndikim apo edhe një mysafir interesant në darkë, thaj. Kështu dikur njeriu i fortë i Damaskut duket se ka hyrë përfundimisht në një fazë të re, të qetë të jetës, larg qendrave të vendimarrjes, me strehen e vetme që ka qenë ilaçi që kishte lënë pas dekada më parë. Kriza shëndetësore e gruas së tij. Assadi iku nga Damasku me bijtë e tij në orët e para të 8 dhjetorit 2024, ndërsa rebelët sirianë afroheshin kryeqytetit nga veriu dhe jug. Ata u pritën nga një eskortë ushtarake ruse dhe u çuan në bazën ajrore ruse Meimim, nga ku u larguan me avion nga vendi. Assadi nuk e paralajmëroi familjen e tij të ngushtë ose aleatët të regjimit për rënien e afërt, duke i lënë ata kryesisht të kujdesen për veten e tyre. Në muajt e parë pas ikjes së familjes Assad, ishaleatët e regjimit nuk e shqetësonin shumë Basharin. Familja u mblodh në Moskë për të mbështetur rast ish zonjën e parë të Sirisë me origjinë britanike, e cila vuante nga leuqemia për disa vite dhe gjendja e së cilës ishte bërë kritike. Asma kishte marrë trajtim në Moskë para rënies së regjimit të Assadit. Sipas një burimi të njohur me detajet e shëndetit të saj, ish zonja e parë është shëruar pasi u nënshtrua trajtimit eksperimental në mbikëqyrjen e shërbimeve ruse të sigurisë. Moska e ka ndaluar të japë intervista. Me shëndetin e asmës të stabilizuar, ish diktatori tani po kërkon të paraqes versionin e tij të ngjarjeve. Ai ka rezervuar intervista me RT dhe një podcaster të njohur amerikan të krahut të djathtë, por po pret miratimin nga autoritetet ruse për të shfaqur në media. Megjithatë, ai mund të duhet pres gjatë për këtë, pasi Rusia thuhet se ka bllokuar të gjitha paraqitjet publike të Assadit. Në një intervistë të rrallë në nëntor me median irakiane rreth jetës së Assadit në Moskë, ambasadori i Rusisë në Irak, Elbrus Kutrashev konfirmoi se ish-presidentit sirian është ndaluar çdo aktivitet publik. Assadi mund të jetojë këtu, por ai nuk ka të drejtë të angazhohet në ndonjë aktivitet mediatik apo politik. A keni dëgjuar ndonjë gjë prej tij? Jo, sepse atij nuk i lejohet, por ai është i sigurt dhe gjallë, tha Kutrashev. Në të kundërt, jeta e fëmijëve të Assadit duket se po ecën përpara me relativisht pak ndërprerje, ndërsa ata përshtaten me një realitet të ri si antar të elitës së Moskës. Një mik i familjes që takoi disa nga fëmijët disa muaj më parë tha se ata janë ende në një lloj shoku. Ata thjesht po përpiqen të mësohen me jetën pa qenë më familja e parë. E vetmja herë që familja Assad pa Basharin është shfaqur në publik që nga rënia e regjimit ishte në ceremoninë e diplomimit të vajzës së Basharit, Zain al-Assad, më 30 qershor, kur ajo mori një diplomë në marrëdhënie ndërkombëtare nga Universiteti Mginga i Moskës. Një foto në faqen zyrtare të internetit tregon Zainin 22 vjeçar në këmbë me të diplomuar të tjerë. Në një video të veçantë të turbullt nga eventi, anëtarë të familjes Assad mund të shihen në vendet e audiencës, përfshirë Asmën dhe dy djemtë e saj, Hafezin 24 vjeç dhe Karimin 21 vjeç. Fëmijët e Assad gjithashtu udhëtojnë shpesh në Emiratet e Bashkuara Arabe, me Asmën që i shoqëron ata në të paktën një nga këto udhëtime. Të dhënat nga fluturimet
parë nga Guardian dhe që mbulojnë periudhën 2017-2023, tregojnë se Emiratet e Bashkuara Arabe kanë qenë prej kohësh një destinacion i preferuar për familjen Assad, edhe kur ata ishin në pushtet. Karim dhe Hafezi bën udhëtimet përsëritura midis Abu Dhabit, Moskës dhe Siris, duke përfshirë fluturime në nëntor 2022 dhe shtator 2023.